Miq të dashur, pse s'punon ore? Po pse nuk të duket punë kjo ty? Ç'o duket ju? Pastaj mua kur më martoi burri më tha, grua tha ti nuk do punosh. Ç'a thua ty thash unë? Nuk do punosh, më tha mua, unë dua vetëm një gjë nga ty, tha, dhe tëra tha, mos e vri mendjen, tha, pjesën e punës tha vetë unë punë për ty. Miri thash. Ç'a do bëj? Sa të kthem nga puna tha, dua të të gjej tha te dera e shtëpisë. Sa të hap derën, sa të fus shelsin unë, tha, t'ja bëj vrap, tha, ti tha të të gjej aty përpara, tha, kështu tha me një fustan, tha, Robishan, qartë të duash ti, tha, kështu tha, si se ka bërë nëna, tha, pash një kështu. Për momentin kështu, të them të vërtetën, utova, tha, shumë kjo që ka në një i sëmur, tha, shumë nga drejt që më doli mua përpara, thash, se zakonisht mua të tërë të çmendur më kanë dalë, edhe thonë pasaj e çmend e ti. Këta ishin qyrykër me të meta mendore dhe puna është do me thënë që ne nga shumë nga ne gra, shumë, po shumë, kemi fatin e mutit. Pse? Sepse pikërisht na pëlqejnë ata të çmendurit. Po ky nuk quhet fat. Ky quhet budallallëk. Budallallëk i gruas. Vetë zgjedh të çmendurin, duke patur njeriu perfekt në krah, domethënë aty që mezi po pret, të dojë të respektoj, si jo më ne do zgjedhim psikopatin edhe kë zgjedhim. Këta që kanë dalë pa leje nga psikiatria, se të dalësh me leje do të thotë që e firmën doktori që ti u kurove nga dëmi mendor që ke. Më kupton? Por kanë dalë me pa leje fare, kanë ikur, janë arratisur nga psikiatria. E kuptoni ju? Janë. Edhe ne nuk e di ku e kisha muhabeti nejse. Mirë më njësi. Edhe unë atë zgjodha, thot. Edhe thoni ju, se ishen si burrat mirë në fillim, kupton, dhe kjo çmenduria e tyre, një çik si të goditur, si të damllosur, na tërheq shumë, femrën e tërheq jashtë mase shumë. Nuk e di pse, është si ka mundësi o njerëz? Nuk e di, është shumë e çuditshme femra. Pastaj femra arrin edhe thot, kur bën zgjedhje të gabuara, thot, sa e pa fat që ashtu, domethënë që isha në jetë. Ndërkohë që do parë mirë njeriu me kompleksemi, po flas për të gjitha femrat, se unë tashmë u bëra gjyshe, jam okej, po vitet e para dhe këtë timita, imagjinojeni o gratë të dashura, ju betohem nëse u gënjej. Nuk donte një natë që të dilja unë të veja të kërceja, kur ishin këto koncertet shqiptare. Jo, dua, jo, s'dua, jo, dua, jo, s'dua, jo, më tha mua, më mori më fsheu çelësat e makinës. Ore njeri, thash, unë dëgjoj, unë që do vete, i thash, e kupton? Por ti edhe i thash që në bazë që do vish me mua, se do vemi në koncert, jo, unë s'kam qef se u lodha me këta koncertet e tu. Okej, ai është italian, unë kërcej argëtohem, ai hapte gojën për gjumë, logjike. Se ishte fillimi, nuk i kuptonte muzikat, okej? Jo, tha, sonde s'do vemi. Jo, s'do vish, i thash, jo, s'do vemi. Ç'është kjo s'do vemi? Të kemë 5 minuta këtu ponin, do me thënë edhe s'do vete ose s'do ti, ku shkruajt kjo? Si ishte shkruar te kontrate martesës kjo? Që kur të vi poni nga Shqipëria nuk do vesh në koncert. Jo, more. Nga doli ky ligj, e bëre ti kështu? Edhe më mori më sheu çelësat e makinës, miku. Një të marrë edhe unë gratë të dashura, si nga Bolena që jam, si nga Vlora, si që jemi ne të kurdisura mirë, shkallët unë nga kati dytë, nga katë parë, te dere madhe, apo si jam në mes të toka, o si që shikoni, për para këte janë gështënja këto që shikoni, janë gjitha gështënja të mbjellura. Në këmun, ishte edhe maj, sa arrive unë do me thënë që bëj një 20 metro tutje largë shtëpis, del ai ato momente do me thos më pa mua se ishte në banjo, ai ishte me brek. Ka dal me brek o gratë dashura. Në për shkallë me brek. Edhe nuk e hapi as derën e madhe se nuk kthej dot më mrapsh që të shtypte butonin, edhe u hodh nga dera e madhe kështu.
Madh që si ngëcën topet në ato, të kish ngelur kështu në derë të madhe, pse si ngëcën, the mund t'ishte topi atje te vrymet atje ku kaloi ai, edhe të kish ngela ashtu qyrik fare. E kalon atë derën e me vrap për zë mua, unë e shikoj, ishte kohë e misrit. E kishte dal misri. Ngatroj rrugun, do me thënë e pash po përzite. E jetë të futur në misër, unë. Edhe por janë në misër, unë kështu si pukuth. Mas mo, por janë. A i këshuim. Ato brekët që i vene, ato zilet që i vene, njëra këte jetë. Unë e shikoja nga vijat e misrit. E shikoja. O, qaka. Kur i kujtojmë tani sa qeshim o zot, sa qeshim më thot mua dhe unë sa i që mëndur kam që në thot. Edhe e lashun që kërkoj qarë bëri, vajti në shtëpi, veshi një tut, një të marrë makinën, nxjerr makinën nga shtëpia edhe kërkonte. Si porta në përbrek, vuandeje, vukteje, kalonte kështu, unë atje në misër, unë kështu, ja. Apo s'është e frikë në misër natën o njërës, është frikë për zotin, është frikë, kush ka fobira këto fantazma që janë këta gjinda e këto, e dola unë pastaj si majmun, kur u fut ai në shtëpi, dola nga misri, erdha në shtëpi, për atë herë që ai s'më la mua të dilja, ju betohem nuk i kanë folur për 2 javë. Për 2 javë nuk i kanë folur. Pa. A që hinat i kanë bëja drekën, ja qoja atje dhe ja kshu pjatën. Edhe a i ma bënte mua. Ma nuk është e mundur një gjë e tillë. Po mi mëngjes të paktën. Po nuk është e mundur një gjë e tillë. Vajte ka ish ditë. Kur do flasim? Ska. Djalushe!